Diva jone e bukur Kiara Tito, moderatorja jone e bukur, na ka ftuar të gjithëve sonte për të parë për herë të fundit këtë sezon live, pasi sonte është sezoni i 44 i cili bën edhe mbylljen e këtij sezoni dhe vitin tjetër rifillon përsëri deri. Atëherë kemi një kohë të gjatë përpara. Kiara u shpreh se mund ta ndiqni edhe në live stream në YouTube, por gjithashtu ajo shton se ky sezon do të jetë special për Aryse sepse është i fundit dhe pjesët do të jenë shumë pikante, një humor i theksuar i cili është ajka e sezoneve. Njerëzit dhe duan Kiarën dhe tashme janë mësuar ta shohin përpara ekranit çdo fundjavë. Tashme do të bëj një moment të gjatë pa dalë në portokalli deri në sezonin tjetër, ndaj ndiqeni në ditën e fundit të këtij sezoni. Ajo gjithashtu ka theksuar se do të merret me filmin, të cilit do t'i përkushtohet me shumë zell edhe do të jetë më e lirë për t'u marrë me të dhe me familjen në fundjavë. Një gjë që na ra në sy të Kiara ishte veshja e saj, e cila na tërhoqi vëmendjen. Ajo si çdo fundjavë shfaqet shumë e shik, tamam si yjet e Hollywood. Ajo ka bërë një veshje shumë shik, një fustan i shkurtër i zi me pën të zeza, bust pa ripa, ekstravaganca dhe sharmi i saj e bëjnë që ajo të vezullojë në sytë e Luizit dhe të publikut. Ka bërë një make apo të lehtë që i shkon me këtë super fustan të zi, kombinuar me një lipstik me shkelqim me një pal vath shumë e fin, por me të veçantat janë takak të saja, të cilat janë të zeza me ripa të mbuluar me diamante, të cilat bien në sy dhe kombinojnë me vathet dhe fustanin. Ditën e sotme Kiara moderon sezonin e 44 dhe përveç trues së humorit ka të fuar edhe Capital, që i cili do të bëj pak humor dhe pak muzikë të mirë. Kiara ju fton t'i bashkohemi shikim të këndshëm me pushim të mbarë mbas këtij sezoni. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi.